Si ndikon veza për kolesterolin, diabetin? Vezët janë një burim i shkëlqyer proteine dhe konsiderohen një ushqim i thjeshtë që nuk të lë kurrë në baltë, përmbushës, por edhe i shijshëm. Në vitet 70, vlerat e vezëve u përbaltën pas pretendimeve se ato rrisin nivelin e kolesterolit në gjak, por studimet shkencore të mëvonshme rikthyen vlerësimin e vezëve dhe sugjeruan se ato janë jo vetëm të mira për zemrën, por edhe ofrojnë një sër përfitimesh. Studime të ndryshme nga Universiteti Connecticut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën në dy konkluzione. I pari ishte se vezat ndër të tjera përmirësojnë nivelin e kolesterolit të mirë dhe përbërjen e kolesterolit të keq. Studimi i dytë sugjeroi se konsumi i 3 vezëve në ditë për 30 ditë me radhë zmadhonte grimcat e kolesterolit të mirë, por nuk ndryshon asgjë në ekuilibrat e kolesterolit të mirë dhe të keq. Një gjë e tillë nënkupton se vezët nuk janë faktor në rrezikun e sëmundjeve koronare. Studime të tjera nuk kanë arritur të zbulojnë lidhje të forta mes konsumit të vezëve, ishemisë dhe sëmundjeve të zemrës. Në vitin 2013, 8 studime të ndryshme të publikuara në revistën mjekësore BMJ konfirmuan se ngrënia e një veze në ditë nuk shkakton as sëmundje zemre dhe as ishemi. Studimet u bazuan në analizat shëndetësore në gjysmë milion njerëz të përfshirë në studim në harkun kohor të 8 dhe 22 viteve. Në vitin 2016, 7 studime të tjera zbuluan se konsumi më shumë se 7 vezëve në javë ul rrezikun e ishemisë me 12%. Shumë studime kanë sugjeruar se diabetikët duhet të tregojnë kujdes me sasinë e kolesterolit dietik, por edhe konsumin e vezëve. Por 2 studime shkencore arritën në konkluzion të njëjtë. Vezët janë të sigurta edhe për diabetikët, madje nuk rrisin nivelin e sheqerit në gjak apo të triglicerideve. Sipas ekspertëve, problemi me vezët qëndron tek përdorimi i yndyrës. Nëse vezët skuqen me shumë gjalp apo shoqërohen me mishrat përpunuar siç janë salçiçet apo sallamrat, atëherë ato rrisin kolesterolin e keq dhe rrisin rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Një vezë mesatare ka vetëm 1.5 gram yndyrë të ngopur, 72 kalori, 70 mg sodium. Një pjatë me vezë, sallam e djathtë, ka 12 gram yndyrë të ngopur, 450 kalori dhe 1290 mg sodium. Studimet klinike nga ana tjetër e kanë patur të pamundur të zbulojnë ndikimin e fatgjatë të ngrënies së vezëve. Shkencëtarët janë ende të paqartë mbi mënyrën se si faktorët genetik apo mikrobioma e stomakut ndërveprojnë me konsumin e vezëve. Sidoqoftë, vezët mbeten të mira dhe pa ndonjë efekt madhor negativ në organizëm. Çelësi i suksesit të vezëve qëndron tek mospërdorimi i yndyrës dhe kripës.